Dua flasim në përgjithësi ndoshta cilat disa nga besime që i kemi praktikuar apo besytni dikur dhe të cilat vazhdojnë akoma në ditët e sotme, të paktën tek ne. Po, besimet janë një temë shumë e gjerë, sa i përket domethënë përmbajtjes së tyre, të cilët janë të shpeshta, kanë qenë dikur si pjesë e jetës së njerëzve, sepse ata gjithmonë njerëzit në të kaluarën kanë menduar që nëpërmjet të disa ritualeve dhe praktikave të ndryshme, të cilët pra shfaqen si besime, të ju sjellin bashkësi, njëkohësisht nga frika e natyrës, duke menduar që do t'ju sjell diçka tërë ose do t'ju sjell diçka mirë, ato gjithmonë kanë praktikuar në një gjë e cila është i lidhur me jetën, me mbështrimin e jetës dhe njëkohësisht edhe me zhvillimin dhe më tutje me evoluimin e jetës. Kështu që ka pas praktika të ndryshme të cilat janë bërë të themi në thojza kështu fuqive mbinatyrore për të pasur të mira. Këto gjëra janë trashëguar pastaj brez pas brezi dhe kanë ardhur deri në ditët e sotme nëpërmjet të disa relikteve të cilët paraqiten nëpërmjet të disa festave të cilët tashmë të kalendarit popullor, të cilët tashmë bëhen vetëm në mënyrë praktike pa u ditur qëllimi i tyre. Për shembull ka ekzistuar më herët, domethënë që nga kohrat e lashta besimi në gur.